Përshëndetje. Ja, pra ku jemi këtu me pyetje përgjigje, por para se të fillojmë me pyetje përgjigje, kemi një temë shumë të rëndësishme. Për 3 ditë kemi një hënë të re, që ndodh në shenjën e shijetarëve. Kush janë 4 shenjat që përfitojnë kaq shumë? To është pyetja. Kemi indikim dhe një favorizim shumë të madh që do të thotë ndryshime, do të thotë ndikime. Kemi binjakët, kemi virgjëreshën, kemi shijetarët, kemi dhe peshqit që përfitojnë shumë dhe ja arrin qëllimit të tyre. Do flasim shumë për sa përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme, por derisa të përfundojmë me parashikimin e 2 mosherë zodiakale për sa përket hënës së re në shijetar, juve mund të përgatiteni për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen. Unë ju kërkoj ndjes për sa përket vonesës, për sa përket ja 2 herë nuk jemi live për arsye pune, sepse ju e dini shumë mirë se jemi afër vitit të ri dhe merremi shumë me parashikimin vjetor dhe po mundohemi shumë që neve të jemi korrekt me juve, sepse jeni ju, pra jam unë për sa përket çështjeve që parashikimeve juve besoni tek Jorgo dhe doni parashikime nga Jorgo. Ajo që unë do t'ju them për sa përket pikërisht kësaj hëne të re në shijetar dhe cilat shenja përfitojnë kaq shumë, që kanë të bëjnë me 4 shenja zodiakale që do të bëjnë fillime të reja dhe mbylljen e çështjeve të vjetra, që kanë pasur shumë probleme në një të shkuar të afërt, që ndikimet dhe favorizimet që kanë bënë ose çështjet që na rrethojnë. Kemi binjakët, kemi virgjëreshën, kemi shijetarët dhe peshqit, që përfitojnë shumë në lidhje me këto çështje. Ajo që duket më tepër ose koha që diktojnë në këtë drejtim, është një mundësi, është një kohë e përshtatshme në lidhje me takimet. Të gjitha shenjat përfitojnë, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, por mënyra dhe mundësia, koha dhe rëndësia ka të bëjnë shumë në lidhje me këtë hënë të re, sepse është e fundit për sa i përket 2025-s. Le të marrim me radhë 2 shenjë zodiakale mbi ndikimet që kanë të bëjnë të datës 20 dhjetor. Kjo hënë e re në shenjën e shijetarit, që do thotë konkretisht ndikimi dhe mundësia që ka të bëjnë në lidhje me punën dhe ajo që të ndihet, që ta kuptoni shumë mirë, miqtë të dashur, ka të bëjnë shumë që nga data 20 deri më datën 3 janar të 2026, kur hëna e plot dhe ndikimi që ka të bëjnë pastaj në shenjën shijetar shoqërohet me çështje shpirtërore dhe filozofike. Kjo do të thotë lidhje me punën dhe jo vetëm çështjet dokumentacione dhe jo vetëm çështjet ligjore, marrëveshjet ndërkombëtare, kështu që 2 javë të ardhshme do të lindin çështje që bien në ndikimin më të madh dhe çështjet më të mëdha që kanë bënë në lidhje me punën dhe karrierën. Mjedisi që krijohet që bën këtë hënë të re ideale për të hedhur themelet e reja në marrëdhënie me planet tona, për të çliruar besimet e vjetra dhe për të ndërtuar të reja. Mbi themele të forta dhe të sigurta është një ndikim mjaft i mirë mes të vjetrës dhe të res, dhe kjo hap një horizont të ri. Hyjmë konkretisht në vitin e ri me qëllime dhe ëndra të reja që ka të bëjnë në lidhje me punën, ka të bëjnë me pozitivitetin, ka të bëjnë me punën e karrierën dhe jo vetëm. Është çështja më e madhe dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë që është më afër suksesit. Në 2 javët e ardhshme pritet të jetë një mjaft interesante, me shumicën e pasi fati do të sjellë mundësi të papritura në çështje që lidhen me jashtë vendit, marrëdhëniet me njerëz të huaj, udhëtimet që kanë të bëjnë jo për arsye feste, por për arsye të punës dhe të karrierës, duke pasur parasysh një sezon festash, krishtlindjesh, por dhe kjo jo vetëm kaq, por mund të jetë një kohë
e përshtatshme për planifikuar dhe pushime, pse jo, sepse disa çështje mjaft të rëndësishme që ndikohen në këtë drejtim. Por cilit janë shenjat zodiakale që favorizohen nga hëna e re në shigjetar? Shenjat që favorizohen më shumë me këtë hënë të re janë shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit, të thot Dashi, Luani, shigjetari, dhe shenjat e ajrit binjakët, peshorja dhe ujori. Hëna e re në shigjetar, ndikimet që kanë të bëjnë janë mjaft të mëdha, por le të fillojmë me parashikimet për 12 zodiakale, pikërisht për sa përket kësaj hënë të re. Por pas të fillojmë me parashikimin e kësaj ndikimi dhe kësaj hëne të re, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëre kemi pikërisht faqen astrologu.al. Faqja ros shkon atje. Duke klikuar, e klikoni, e shikoni dhe zgjidhni paketën që ju intereson. Nëse zgjidhni paketën tuaj dhe numrin për katër të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përshëndetje parashikimin, dhe jo vetëm duke pasur parasysh dhe ndikimet të mëdha që kanë bënë në lidhje me çështjet më të mëdha që kanë bënë në lidhje me bisedimet që kanë bënë në lidhje me anën e pozicionit të planeteve dhe të kohës të ndikimeve të mëdha që kanë bënë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me takimet dhe pozicionimet e planeteve që kanë bënë në lidhje me anën ekonomike financiare. Por, unë ju them dhe gjithçka që juve keni në mënyrë më të mirë të mundshme, në lidhje me vendime që do të merrni, sepse janë vendimet historike në çështjet tuaj, ato që juve kërkoni dhe dëshironi për të treguar dhe për të vepruar. Është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket pagesave dhe duke parë atje shikoni se si funksionon shërbimi, duke bler paketën tuaj dhe numrin për katër të blerjes, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt, siç jemi sonte, atëre kemi këtë butonin këtu. E klikoni, pra duke shikuar këtë butonin këtu, i klikoni të gjitha duke ndjekur hapa të sigurta dhe pastaj merrni direkt duke shkruar parashikimin tuaj, duke shkruar pyetjen tuaj dhe merrni drejt përgjigjen. Për ju që doni që në kohën që ne ose keni një pyetje ose keni një takim të rëndësishëm, atëre kemi dhe çështje të tjera që mund të abonoheni, hini një sy njëherë se si funksionon shërbimi dhe më pas më kuptoni arsyeën që pse e them. Sepse bëhet bajata për ta thënë nga hera, nuk ka çështje paraje nga dunia, por është çështje e ndikimeve dhe pozicionit të planeteve që ndodhen në atë moment dhe juve të jeni të qartë, të saktë në ato që doni të dini. Tani le të hedhim një sy 12 zodiakale, çfarë ndikon tek juve dhe ku juve doni që të dini dhe koha e përshtatshme mbi takimet që mund bëni. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës e Dashit duket se hëna e re që formohet me datën 20 dhjetor në shenjën më me fat të shigjetarëve në shtëpinë e 9 të shenjës suaj, duket se mundësitë dhe fillimet e reja kanë të bëjnë shumë me takime, bisedime të rëndësishme. Është shumë ideale, pozitive në lidhje me takimet që mund të bëni. Juve të shenjës Dashit që keni mundësinë për lidhje me njohje të reja që ka të bëjnë me peshore dhe me bricap është idealja dhe jo vetëm kaq, por janë 14 ditë që juve mund të përfitoni dhe të arrini majat. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për ju të shenjës e Demit duket se Demi me hënën e re që zhvillohet në 20 dhjetor në shtëpinë e 8 të shenjës suaj dhe ndikimi më të madh që ka të bëjë në përcaktimin e financave dhe të ekonomisë. Lidhjet afatgjatë dhe problematika që keni pasur në lidhje me takimet dhe vendimet që mund të merrni, por kjo periudhë është mjaft e mirë për të ndihmuar për shlyer borxhet e juaja. Nëse keni disa
investim ose bisedime është koha fitimprurse për të arritur qëllimin tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, sepse zhvillimet pozitive priten për të arritur në suksesin tuaj dhe momentet që ve keni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar, sepse gjërat janë mjaft pozitive dhe konkrete. Gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe mbeten ndikimi më i mirë i mundshëm për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve. Jo vetëm zhvillojmë, por zhvillimet dhe ndryshimet që kanë bënë shumë me ekonominë, në fakt në një farë mënyre, por dhe koha është mjaft pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimit të madh dhe e mundësive, që do thotë shenja e demit. Dhe mundësi që kanë bënë në lidhje me takimet, më falni për demin, sepse demi ka edhe një takim të rëndësishëm që mund të bëj, me qenë se është koha, është 10 ditë që parë i shenjës së demit për një takim pune dhe një çështje të rëndësishme që mund të jetë në lidhje me anën ekonomike. Por shkojmë tek shenja e radhës për vazhdimsinë që do thotë shenja e binjakëve. Për sa për binjakët duket se kanë disa mundësi të arta në lidhje me takime punë, në lidhje me vendime që mund të marrin, sepse jo vetëm që kanë binjakët ndikojnë shumë në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime. Por nuk e mohojmë se binjakët futen në grupin e përfitimeve të mëdha, e ndryshimeve të mëdha që kanë bënë. Binjakët Hënare që zhvillohet me datën 20 dhjetor, përballë jush në shenjën e shiketarit, ka të bëjë me fushën e ndikimeve të marrëdhënieve, partneriteteve dhe martesave. Thekson nevojën për të bërë fillime të reja. Kjo hën mund të sjellë gjithashtu mundësi të reja, qoftë nëse jeni në situatë personale apo profesionale që zgjat dhe nuk ka ndikime negative, por vetëm pozitive. Është momenti dhe koha, është periudha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e mëdha. Jo vetëm që keni mundësinë për sa përket punës, por keni dhe një lajm shumë të mirë miqtemi të shenjës së demit, ku gjërat do të jenë në favorin tuaj dhe jo në disfavor. Meqense ka të bëjë me një takim shumë të rëndësishëm që lidhet me ekonominë dhe lidhen me vendimet dhe çështjet e rëndësishme që keni. Të shenjës së binjakëve ka një ndikim shumë të mirë dhe çështjet e tjera, sepse lidhet shumë me takime, lidhet shumë me vendimet dhe ndryshimet të mëdha që juve keni. Megjithatë, nëse marrim nga ana e demit çfarë ndodhi me punën dhe karrierën, por vendimet që merren janë në anën tuaj dhe pozicionin e planeteve që mund të ndikoj në anën tuaj. Prandaj bëni kujdes, mos u nxitoni në vendimet që do të merrni, sepse binjakët nga njëra anë shuhen shumë për punë, shuhen shumë për karrierën, shuhen shumë për gjërat të mëdha që ata kanë, por binjakët nga ana tjetër mundohen shumë që të jenë korrekt me punën e tyre, por dhe karriera bën punën e vet. Një udhëtim është më së mundur të bëhet, bëheni tani se ka për t'ia vritur. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimeve dhe e pozitivitetit, i pozitivitet shumë i mirë që ka të bëjnë lidhje me ekonominë, por do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet që lidhen shumë me ekonominë dhe shumë me një takim të rëndësishëm që do të kenë tani tutje, por gaforet nuk kanë vend për të shqetësuar, por nuk e diskutojnë, nuk e vën dyshim që është një ndikim për punën tuaj, që ka të bëjnë shumë me datën 20 dhjetor, sepse ndikon shumë shtëpia e jashtë e juaja në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin dhe jo vetëm. Me jetën emocionale, edhe pse keni pasur disa probleme në ndarje, nuk është në të mirë ndarjet, por nganjëherë ndodhin që të keni probleme, por nëse jeni tash në një lidhje ose një lidhje që keni biseduar ose keni arritur aty ku doni, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse gaforët nganjëherë mundohen shumë të lidhin ose të studiojnë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takime që mund të bëjnë, edhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për t'ia arritur qëllimin. Në dashuri duket se kanë mundësinë,
problemet që kanë pasur më përpara i zgjidhin pikërisht tani. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku përfitojnë gjithmonë në lidhje me takimet që bëjnë ose në lidhje me atë vendimtaren që nga ndërherë themi gjithmonë që kjo bëhet, kjo nuk bëhet, që janë të shenjës së luanëve. Çfarë ndodh me luanët dhe ku luanët pajtohen dhe ku nevrikosen? Nevrikosen në gjëra të papritura, sepse kanë plane, sepse kanë ndryshime, kanë ndikime në ato që bëjnë. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë për marrjen e vendimeve të rëndësishme. Por gjithsesi të shenjës së luanëve është momenti dhe koha ku gjërat do të ndikojnë dhe mundësitë janë mjaft të mira dhe tepër pozitive në çështjet pozitive dhe konkrete. Çfarë ndodh në shenjën e luanëve? Luanët duket se tani në këtë periudhë janë shumë të ndikuar, shumë të pozicionuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që ata kanë. Dhe jo vetëm. Por nëse flasim gjithmonë, kjo periudhë është periudhë e tyre, por luanët shenjë zjarri përfitojnë nga personat të ndryshëm dhe gjithmonë janë të gatshëm të përgjigjen kërkesave që ata kanë. Por një udhëtim shumë i rëndësishëm për sa i përket kësaj hëne të re në shigjetar në shenjë zjarri do përfitojnë jashtëmase për dokumenta. Do përfitojnë jashtëmase në lidhje me punën e tyre dhe kohën e tyre. Është një moment mjaft i mirë. Luanët asnjëherë nuk humbasen, por vetëm fitojnë. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje të reja dhe në pozicione planetare që do të keni tani tutje. Shkojmë tek një shenjë tani toke ku gjërat janë pozitive dhe mundësitë e arta që janë përfitues direkt në ato që ka ndodhur me këtë hënë të re në shigjetar, që janë të shenjës së virgjëreshave. Virgjëreshat kanë dy mundësi të arta. Për sa i përket çështjeve, sepse hënë e re në shigjetar thekson çështjet e familjes, shtëpisë, pasurive të patundshme, në të kaluarën dhe ndikimet e tjera që do të kenë tani tutje. Kjo hënë mund t'ju sjellë ide të reja në profesion dhe në vazhdimsi. Gjithashtu mund të keni mundësinë për zgjidhje të problemeve dhe të mundësive të arta që do të keni dhe jo vetëm. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën ekonomike financiare dhe në lidhje me disa vendime të rëndësishme që do të keni tani tutje dhe kjo do të thotë për sa përket virgjëreshave është momenti juaj, është koha juaj për të zgjidhur çdo lloj problemi që ju keni, sepse kjo ka të bëjë shumë me ndikimin pozitiv të punës dhe të dashurisë. Në dashuri keni pasur disa probleme, por janë të zgjidhshme sepse koha ka treguar që jeni me fat dhe i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe mundësitë janë të arta për sa përket të çështjeve të rëndësishme dhe jo vetëm, sepse është koha e rëndësishme, nuk është problem fatal që mund të ndikojë, sepse duke pasur parasysh edhe mundësitë dhe kohën e duhur mbi takimet dhe vendimet që mund të merrni. Por bini pas sepse keni kohën tuaj miqtë të dashur të kësaj shenje, mos mi lini pastore sepse gjërat janë pozitive dhe do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë në jetën tuaj dhe momentet që juve keni, sepse gjithmonë virgjëreshat janë me shumë fat dhe jo vetëm. Rinovimi, zhvendosje nga një shtet tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër është momenti juaj, prandaj bini pas, mund ta realizoni siç dëshironi. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do të thotë shenja e peshoreve. Pse peshorët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur problematikat e tyre? Duke pasur parasysh në lidhje me peshorët duket se kanë disa mundësi me hënën e plotë në shenjën e shigjetarëve, duket se i hap një kapitull të ri për juve të kësaj shenje. Të gjitha shenjat në fakt duket se me këtë hënë të re do përfitojnë shumë, do kenë mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve dhe të problematikave të ndryshme që mund të kenë dhe do kenë një gëzim shumë të madh sepse kjo periudhë është periudha juaj dhe momentet më të mira që mund të keni dhe bini pas për të gjitha shenjat, por vetëse ka të bëjnë dhe shqiptarit që përfitojnë në këtë aspekt përsa përket çështjeve të punës
dhe të gjërave të mëdha që ata kanë në lidhje me takimet. Takimet mund të bëjnë në lidhje me vendime të rëndësishme, por jo se ka diçka që mund të themi që nuk realizohen ose nuk veprohet siç duan ata. Aftësitë që keni juve të shtresës peshores, lidhje me ndikimet më të mëdha dhe studimet që bëni, ajo që do të keni me miqtë dhe të njohurit tuaj, ose keni mundësinë për sa përket kësaj hëne të re, mund të blini një makinë ose pajisje elektronike që ta bëjnë jetën tuaj më të qetë dhe më të mirë në përditshmërinë tuaj. Përveç kësaj, mund të keni mundësinë të shpëtoni nga ndikimet dhe pozicionimet e planeteve problematike që keni pasur, t'i keni më të lehta në punën tuaj dhe në personat që ju ndihmojnë. Do vijojmë tek një shenjë radhës tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe provokuese dhe thonjza, që do thot akrepi. Për ju të shes akrepi do duket se i keni pasur mundësinë dhe gjëra të tjera që mund të keni pasur, gjëra që do të ndikojnë, do të diktojnë në lidhje me takimet, lidhje me vendimet të rëndësishme që mund të keni, por 10 ditë i dytë që ka të bëjnë shumë, që është ideale për të organizuar financat, mënyrën, mundësitë që keni në lidhje me takimet të rëndësishme, por dhe jo vetëm. Është një moment mjaft i mirë për stabilizimin dhe korrektësinë tuaj, por është një kohë shumë e përshtatshme për zgjidhje të problematikave të juaja dhe jo vetëm, sepse ka të bëjnë me takime të rëndësisë veçantë, por gjithsesi është koha juaj dhe momenti. Ajo që do të keni kujdes, një udhëtim ose bashkim familjar është më se mund të ndodhi dhe mund të ndodhi me gafore të ditësit të tretë. Shkojmë tek shenja e ditës, e temës së ditës, që do të thotë shigjetari, ku ndodh pikërisht dhe hëna e re në këtë shenjë. Sepse ka shumë ndryshime, shumë ndikime dhe shumë pozicionime planetare. Shigjetarët kanë të bëjnë me zhvillimet në datës 20 dhjetor, sepse hëna e re në shenjën tuaj ka ndikim shumë të madh në 2 javët e ardhshme që janë veçanërisht të rëndësishme, pasi hëna e re ju jep dritën jeshile për të ecur përpara në planet tuaja dhe për të filluar ndryshimet e nevojshme për të përmirësuar shëndetin tuaj, punën tuaj, ekonominë tuaj dhe jo vetëm. Është diçka shumë e madhe që ndikon në anën tuaj. Në lidhje me anën e dashurisë, sidomos me një ndikim shumë të madh dhe ju duket e çuditshme, por është e vërtet që lidhjet që kanë të bëjnë me peshore, virgjëre, shi dhe peshk është koha juaj, është momenti juaj që mund të përfitoni dhe të arrini qëllimin tuaj, që është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër ideale në zhvillime dhe në ndryshime, sepse duke pasur parasysh suksesi është brenda. Kjo hënë e re ju jep dritë dhe mundësi lidhje me martesat dhe fejesat që do të keni. Suksesi është pothuajse i garantuar, kështu që duhet të mos hezitoni, por të veproni. Zhvillimet e këndshme priten në fushën emocionale dhe shumë shigjetar do të vendosen të martohen, ndërsa të palirit do të bëjnë një njohje shumë të rëndësishme. Megjithatë, ka një gjë shumë të mirë t'ja tani, sepse koha ka treguar që jeni me fat, koha ka treguar që juve dini çfarë bëni dhe ku do të shkoni, dhe është momenti juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe konkrete, toksore, që do thot britsjapi. Për britsjapët duket se tani për tani duket ka të bëjë shumë me hënën e re që formohet në datën 20 dhjetor në shenjën e shigjetarëve, por në shtëpinë e 12 që ndikon shumë në lidhje me takime pune, megjithatë do të zgjidhni shumë probleme dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë tani në këtë periudhë. Megjithatë, edhe pse probleme të ndryshme që mund të keni, edhe pse diçka që nuk shkon siç e dëshironi juve, por është momenti dhe koha juaj për të parë dhe për të vendosur në lidhje me punën, karrierën dhe vendimet e reja që do të merrni. Sepse gjithmonë juve të shigjetarit keni mundësinë dhe zhvillimin e madh që ndodh në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashurinë dhe me punën, diçka lidhet me paranë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, që do thotë shenja
e britsjapve. Në ndikimet që kanë bëjnë dhe mundësi që lidhet shumë dhe me ekonominë, lidhet dhe me një vendim që mund të merret. Edhe ka të bëjnë shumë me çështjet që lidhen me ekonominë dhe ndikimet e punës, por në lidhje me karrierën që kanë të bëjnë në çështjet e ndikimeve të ekonomisë dhe të çështjeve që kanë të bëjnë janë britsapët që lidhen më shumë me ekonominë dhe biznesin që ta kanë, por britsapët kanë një takim pune tani që do ta zgjidhin përfundimisht dhe shkoja e tyre për punën dhe për karrierën, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në ekonominë dhe në stabilizimin, nuk ka ndikime dhe gjëra të tjera, sepse koha ka treguar që ju jeni me shumë fat dhe koha ka treguar që ju dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Luan dhe me Dash janë ndikime favorite. Pak kujdes me ujor të rrjedhishit, mos gaboni në gjëra që doni bëni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri që do thotë ujorët. Ujorët kanë mundësinë dhe kohën e tyre për sa i përket çështjeve në shtëpinë e 11 ku gjërat janë mjaft pozitive. Por ndikimet dhe vendimet që mund të merrni në lidhje me anën e dashurisë arrin kulmin kur flirtoni dhe di që është shumë e fat në këtë aspekt dhe koha juaj ka ndikime shumë të mira, mund t'i vini pas sepse është një kohë majepse, pra ne bini pas deri në fund të muajit të zgjidhni gjërat e juaja. Do shkojmë tek shenja e fundit, që është shenja e peshqve, ku peshqit kanë një ndikim shumë të madh që përfitojnë në këtë hënë të re. Do të thotë që hënë e re në shijetar me datën 20 dhjetor që thekson karrierën, njohjet sociale dhe profesionale, reputacioni, kërkesat, ndryshimet, ndikimet, vendimet, mundësi që i jepen është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Por gjithashtu ka të bëjnë me ndikime të mëdha që do të jepen në fushën e anës pozicionimi planeteve ku ndikimet janë fantastike. Kënë dy raste shumë të rëndësishme. E para është ajo e udhëtimeve, sepse udhëtimet janë në ndryshimin e madh që do të bëjnë dhe në kohën e duhur për sa i përket rëndësisë dhe kohës suaj, por megjithatë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv tani e tutje ku gjërat janë mjaft të mira dhe pozitive. Megjithatë, juve të kësaj shenje e keni një fitim me ndikimin e hënës së re, sepse mbyllni çështjet e punës, mbyllni gjërat të mëdha, mbyllni dhe çështjet e vështira që keni pasur në fushën e punës.